Jemi në fshatin Celin, Travecit, sot 5 dhjetor. Kemi ardhur një lëndë të mirë në fundit Muharrem Ibrahimit. Babait profesorëve Avni e Shëmsi Ibrahimi dhe Rasniut. Ai kanë të zoka Muharremi ka jetu në Zvicër. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Po ju informojmë se panja për këtë rast është 3 ditë. Allah ju ruaj. Si që patave shumë profesor, pasi Shemsa është mësimdhënës në shkollën e lartë Ukshin Hoti, ndërsa Avnio në Celin edhe në fshatin Nagaps si mësues. Celina është një nga fshatrat ku ka pas masakra dhe në këtë fshat nga fëmija më i vogël. Që keni mujt me i pana për internet vetëm me hi me shkru masakra Celinës dhe të laku mbi të 10. Sot në këtë kohë edhe hrejet Lloqi. Po kur i kemi pas të rrugë pa asfaltuar, pa këtë kohë Lloqi na ka mbi, ka mungu uji i pijes. E kjo është rruga Rifshole që u shtrup të arzonin. Atja bëjmë një shëtitje. Nga rrugët e shumta që është rrugë smundi, është lagje e re edhe këta banorët kanë shpëtu rrima ku kjo vendoska, shtyllet me siguri vendosën. E kjo lidhet me magjistrale Prizren Gjakov dhe anën e majt fshat prej shtëpive të malsorve, të shalve.
I kam vendos për fest, s'pa ta bisht, edhe s'kisha kohë. E sot ja bledha dhe këti që më ka med makinë. Tash do vendosi që atje edhe ka. Ta të largojnë të banerët për fushat politike që kanë qenë. Këtu mbetet vetëm me ukshin hotit, si zakonisht. Edhe këtë vinë gërbegjit diaspora e shojnë fshatin e stolisërës. Utja. Bravo, Ravesh. Pritet si mbre. Që tjetër nuk bëni pasi që e në zontë vendi ku hynë aty. Se ta unë dimun